pas goditjes. Po, tani, çfarë ka ndodhur? Pra, për të shkuar në Fushkruj ka dy rrugë, e para dhe tradicionalja, për të kaluar direkt në Ahmet Aq, në afërsi ku është shkronja 2 atje, por ata nuk kanë zgjedhur atë rrugë. Pra, sipas vijës blu, është rruga prapa aeroportit, e cila të nxjerr është një rrugicë që të nxjerr në mes të fshatrave Larushk dhe Tapiz në Mosgaboj. Është ndjekur ajo rrugë pasi ka dalë në rrugën Tiranë-Fushkruj, më pas në rrugicat të tjera të fshatrave kanë arritur të depërtojnë deri në fshatin Halil, që është pra kur shkon në drejtim të Fushkrujës në anën e djathtë. Kanë lëvizur, kanë kaluar fshatin Halil dhe më pas kanë marrë një kthes në një rrugë që është jo asfaltuar, ku është rruga. Pra, kjo është pamja e rrugës, paktën pamja reale e rrugës. Google Maps, po është pamja atje, dhe normalisht kanë bërë një kthes, aty kanë ndjekur makinën dhe janë larguar. Pra, ky ka qenë itinerari që ata kanë ndjekur për të pasi kanë qëlluar pra në drejtim të automjetit dhe sigurisht aty kanë humbur çdo gjurmë. Dihet sa persona kanë qenë në makinë? Shiko, akoma është e paqartë, por mendohet që të paktën 3 persona kanë qenë. Nuk është akoma e konfirmuar 100%, por duke parë se brenda automjetit janë gjetur shumë armë. Pra bëhet fjalë për 3 kalashnikov dhe 1 pistolet. Çfarë mendohet se mund të kenë qenë edhe 4 persona, por kjo mbetet për tu verifikuar dhe trajtuar. Janë goditur me 2 kalashnikov, mund të jetë goditur derisa kanë qenë 3 apo është 1 person që ka qelluar? Mund të kenë qenë 2 persona që kanë qelluar dhe tjetri që ka që do dalin nga ekspertiza e Gëzhoja kam përshtypjen që me siguri, pasi në vendngjarje janë gjetur të paktën nga komunikimet që kanë patur së fundmi më shumë se 50 Gëzhoja, ka patur plumba të cilët nuk kanë kapur vetëm pjesën e makinës, nëse mund ta shfaqim pak më vonë, makina ka të shtonat pra që kanë kapur edhe në pjesën e majt, por edhe në pjesën e djathtë pra të automjetit, çfarë normalisht ka rezultuar fatale. I plagosur pra në këtë ngjarje, vijon të jetë në spital, është shumë rënd për jetën, pasi kanë kapur sipas bluzave të bardha disa plumba në pjesën e kokës dhe për momentin është në intubim. Okej, dhe mund të ulesh stokoll dhe diçka që besoj pastaj do kaloj pak me zotin Karanja, besoj kjo do jetë e filmuar të paktën aty, mund ta themi teorikisht ekzistojnë pamje apo jo filmike? Po, bëhet fjalë për një zonë që ka një lëvizshmëri shumë të madhe dhe për hir të vërtetës përgjatë viteve të fundit me një nivel shumë të lartë të bizneseve. Pra, pamje policia ka administruar, ka një numër të madh kamerash sigurie, që normalisht e ka të filmuar në çdo detaj dhe madje në disa kënde të gjithë dinamikën e ngjarjes. Megjithatë, personat autorët, paktën ai që ka dalë nga makina, ka qenë i maskuar dhe kjo e bën të vështirë për ta identifikuar në ato momente. Megjithatë, sigurisht në kuadër të hetimeve, zoti Karanja e di shumë më mirë për shkak të punës që ka patur më herët, që verifikimi besoj dhe mendoj që do të bëhet për pamje kamerash më përpara, pra ku ka lëvizur automjeti për të kuptuar ndonjë lëvizje të dyshim të vende të caktuara që mund të çojnë drejt një identifikimi. Ndërkohë, prej momentit ku automjeti është djegur, që sigurisht mendohet se mund t'i kenë pritur persona të tjerë, ndoshta edhe automjetet tjetër për t'i larguar, aty kanë humbur gjithçka dhe nuk ka më, si të thuash, për t'i gjurmuar, por kjo do doj ndoshta kohë më të gjatë për verifikim. Zoti Karanja, kjo është një ngjarje që ju në fakt si ekspert gjithnjë kërkoni që të reagohet shpejt brenda 48 orëve. Ky është rregulli i artë për hetimin apo 24 orë? Sa është koha e dur që të reagohet shpejt në mënyrë që të shkosh tek autori? Tani ne me reagim të shpejt kuptojmë reagim vëndngjarje. Pra që autorët që kanë ikur me Toyota Yaris, mos gaboj. Po, me Toyota Yaris. Një makinë që ka motor me fuqi të vogël, që duhet ishin ndjekur nga policia në moment. E ke parasysh, domethënë se është objekti kryesor i Rinasit që ka siguri shumë të lartë. Si e shpjegon këtë faktin që autorët kanë përdorur pikërisht një makinë të vogël për të mos rënë në sy? Tash kur të largohen autorët me një makinë të vogël, që është një Toyota Yaris, domethënë tash dhe që mjeti është kypën në raport me Toyota Yaris, ato duhet si rregull, aty kanë qenë afër komisariatit, grupet e gatshme, duhet kishin reagu më shpejt. Ata këtë mjet kanë gjetur, sepse kështu e kanë çmuar për të mos rënë sy. Dhe Toyota Yaris me